Kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini, prezentoi prioritetet kryesore për sektorin e bujqësisë në kuadër të vizionit Shqipëria 2030, duke cilësuar këtë sektor si bujqësinë e të ardhmes. Në një ndalje publike, Mersini theksoi se fokusi i qeverisjes së ardhshme do të jetë toka, fermeri dhe zhvillimi qëndrueshëm rural. Ajo bëri me dije se priten investime të konsiderueshme në teknologji moderne, mekanizëm, sisteme ujitje dhe digitalizim, duke premtuar mbështetjen më të madhe për fermerët shqiptar se kur më parë. Sot mbjellim themelet për Shqipërinë e vitit 2030. Kemi një objektiv të qartë, rritjen e eksportive bujqësore dhe çuarjen e produkteve shqiptare në tregjet europiane me standarde të larta dhe certifikime ndërkombëtare, u shpreh Mersini. Ajo vuri theksin edhe tek subvencione direkte, grantet dhe kredite buta si forma konkrete për fuqizimin e bujqësisë e për të siguruar që fermeri shqiptar të mos ndihet më vetëm. Se bujqësia është një motor ekonomie për gjithë zonat, edhe ka zona që e kanë kthyer në një motor zhvillimi ekonomie për gjithë fshatin, për gjithë familjet, po edhe për Vlorën, sepse vaji i ullirit në Vlorë kuptohet që ka një emër, ka një cilësi, është produkt i njohur edhe ka filluar edhe tregu ndërkombëtar. Për shembull, unë njoh një djalë i cili po bën një projekt me ullirin edhe është shumë interesant që ai po e kërkon ta promovojë edhe në Amerikë këtë. Pra ju kërkoni që gjithmonë subvencionet nga shteti të jenë subvencione të cilat të rriten. Të jenë prezente. Kemi pasur, si thua, ka qenë vazhdimësi e shumë viteve dhe ne. Edhe unë mendoj që tush politika është një mjet i cili duhet të loboj fort, të avokojë për bujqësinë, edhe për të mbështetur juve. Është shumë kënaqësi. Një tjetër prioritet është agroturizmi, ku Mersini premtoi investime në infrastrukturë, energji dhe kushte jetese në zonat rurale për t'i kthyer ato në zona atraktive dhe të zhvilluara. Kjo është bujqësia e së nesërmes, kjo është Shqipëria që duam, përfundoi Mersini, duke shtuar se Shqipëria 2030 e mbjellim sot e korrim nesër. Shqipëria 2030 është bujqësia e së ardhmes. Do ta kthejmë vëmendjen te toka, te fermeri, te zhvillimi i qëndrueshëm. Investime në teknologji moderne, mekanizëm ujitje, digitalizim. Fermerët shqiptar mbështeten si kur më parë. Kështu synojmë të rrisim eksportet. Produktet shqiptare do të shkojnë në Evropë me standarde të larta dhe certifikime ndërkombëtare. Synojmë subvencione direkte, grante, kredit buta. Fermeri shqiptar nuk është më i vetëm. Agroturizmi dhe jetë e re në fshat. Rrugë, energji, investime për ujë, fshat që ulërzon. Kjo është bujqësia e së nesërme. Kjo është Shqipëria që duam. Shqipëria 2030 e mbjellim sot e korrim nesër. Voto Partinë Socialiste, voto Edi Ramën.